Sipas Normandy Index 2025 të përgatitur nga Shërbimi Kërkimor i Parlamentit Evropian, Kosova renditet në vendin e 13 në botë për nivelin më të ulët të kërcënimeve ndaj paqes dhe demokracisë. Praktikisht kjo e vendos Kosovën në top 10% e shteteve më reziliente globalisht edhe në vendin e parë në Ballkanin Perëndimor për sigurinë strategjike. Ky indeks nuk mat sa i qet duket një shtet, por sa i ekspozuar është ai ndaj rreziqeve reale, si destabilizimi politik, dezinformimi, presioni i jashtëm, kriza ekonomike, pasiguria energjetike dhe kërcënimet hibride. Ky është një instrument që përdoret nga Bashkimi Evropian për të kuptuar ku janë rreziqet dhe ku ka kapacitete reale për t'i përballuar ato. Por si paraqitet Ballkani Perëndimor në këtë vlerësim, Kosova, e 13-a në botë, del qartazi më e forta në rajon. Ajo ka reziliencë të lartë institucionale dhe shoqërore. Sfida kryesore mbetet përballja me dezinformimin, kryesisht të importuar nga jashtë. Shqipëria në vendin e 20 paraqitet me një performancë solide dhe mbi shumicën e vendeve të rajonit me rreziqe të menaxhueshme. Malizi ndjek menjëherë në vendin e 21 dhe është një nga surprizat pozitive të indeksit, duke shënuar një përmirësim të dukshëm krahasuar me vitet e kaluara dhe duke u renditur ndër vendet me ngritjen më të madhe globale. Maqedonia e Veriut në vendin e 26 shënon rënien të lehtë, kryesisht për shkak të tensioneve politike të brendshme dhe dobësisë institucionale. Serbia e 41-ta renditet dukshëm më poshtë se gjithë vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Indeksi identifikon probleme serioze në proceset demokratike dhe reziliencën ndaj dezinformimit. Raporti thekson gjithashtu se Serbia është anëtare themeluese e iniciativës 16+1 të udhëhequr nga Kina dhe mban lidhje të ngushta strategjike me Rusinë, faktor këto që e rrisin ekspozimin e saj ndaj presioneve gjeopolitike dhe kërcënimeve hibride. Bosnia dhe Herzegovina mbeten ndër më të brishtat në rajon, me institucione të dobta, probleme të theksuara, demokratike dhe rrezik të vazhdueshëm destabilizimi. Kështu ky vend mban vendin e 54. Në një plan më të gjerë, vendet e Bashkimit Evropian vazhdojnë të jenë më pak të rrezikuara se sa mesatarja globale. Ndërkohë, raporti evidenton se Rusia dhe Kina janë ndër vendet me rënien më të madhe në profilin e sigurisë strategjike, ndërsa Shtetet e Bashkuara shënojnë një nga përmirësimet më të mëdha. Mesatarja globale e indeksit për vitin 2025 është 5.79 nga 10, çka tregon një botë më të pasigurt se më parë, por jo ende jashtë kontrollit.